Atë që gje tha zëvendës kryeministri Megjiti, sot e konfirmoi kryeministri Mickoski. Pozita e ministrit të shëndetësisë mbetet në kuadër të koalicionit Vlen. Emri i ministrit të ri ende nuk është përcaktuar, mirëpo siç tha kryeministri Mickoski, deri javën e ardhshme do të kenë një propozim, i cili do të shqyrtohet e pastaj do të dorëzohet në kuvent. Ky format mbetet në kuadër të koalicionit Vlen, pres që gjatë javës së ardhshme të kemi një propozim. Mbrëm në mbledhjen qeveritare kishim koordinim koalicioni, po diskutojmë për atë që na pret në këtë periudhë dhe përfundimisht deri në fund të kësaj jave do t'i përcaktojmë zgjidhjet kadrovike dhe tashmë të hënën ose të martën do t'ua dorëzoj deputetëve në kuvent, deklaroi kryeministri Mickoski. Mickoski tha se si kryeministër nuk do të pranoj çfarë do propozimi nga Vleni. Tha se ka të drejtë të pranoj ose të refuzoj çdo kandidat të propozuar. Ai sqaroi se nuk do të pranoj automatikisht çdo emër që vjen nga Vleni, por vetëm një person me të cilin mund të bashkëpunoj. Sipas Mickoskit, pavarësisht daljes së Taravarit nga ekzekutivi, qeveria është stabile dhe vazhdon me koalicionin Vlen. Qeveria është stabile, e fortë, ka 2/3 në kuvent dhe pres që të vazhdojmë me koalicionin Vlen nga aty ku doli ministri i shëndetësisë, i cili për fat të keq e ndryshoi retorikën ditëve të fundit dhe tani është në përqafimin e atyre, të cilët 2 dekada e kriminalizuan shoqërinë në Maqedoni, e plaçkitën dhe e turpëruan, por ky është vendimi i tij, theksoi Mickoski. Nga ana tjetër, Arben Taravari, i cili që nga dje nuk është më ministër i shëndetësisë, sot u takua në Tiranë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Në komunikatën e Aleancës për shqiptarët, thuhet se gjatë bisedës u diskutuan çështje me rëndësi për shqiptarët në rajon, si dhe nevoja për forcimin e bashkëpunimit ndërshqiptar në të gjitha nivelet. Kryeministri Mickoski nga ana e tij nuk e konsideroi këtë takim si të rëndësishëm, e cilësoi si një takim formal që lidhet me zhvillimet rajonale dhe bashkëpunimin mes dy vendeve.